Në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit Fan Stelianoli në Korçë është duke u zhvilluar një workshop treditor i organizuar nga Departamenti i Financë Kontabilitetit në kuadër të projektit që synon në rritjen e mundësive të punësimit për studentët në tregun bankar dhe jo bankar të rajonit. Qëllimi kryesor i tij është vlerësimi i përputhshmërisë midis kompetencave të diplomuarve dhe kërkesave reale të tregut financiar të punës. Qëllimi i këtij workshopi është që të forcohet bashkëpunimi midis universitetit, fakultetit të ekonomisë dhe tregut bankar jo bankar të punës në rajonin e Korçës, me qëllim që të përmirësohen programet tona mësimore dhe të rriten kompetencat e studentëve, me qëllim që ata ta kenë më të lehtë që të integrohen në tregun e punës në rajonin e Korçës. Studentët pjesëmarrës shprehen vlerësimin për këtë nismë e cila u ofron mundësi të drejtpërdrejta për të njohur me kërkesat profesionale dhe për të krijuar kontakte me ekspertë të fushës. Ky workshop për mua si një studente e programit të financë kontabilitet ka qenë shumë i vlefshëm sepse na njoh më shumë me tregun e punës, tregun bankar, sfidat që ai sjell. Gjithashtu patëm mundësi që të kishim një kontakt të drejtpërdrejtë me drejtuesit e tregut bankar, të zhvillonim pyetje dhe të njiheshim më mirë se çfarë aftësi duheshin për ne si student të jemi pjesë e këtij tregu. Gjatë 3 ditëve të workshopit do të zhvillohen leksione me përfaqësues nga institucione bankare e jo bankare, diskutime me studentët dhe nënshkrime marrëveshjesh bashkëpunimi.